Salamu alaikum hoxh. Sa minuta kemi kohë me shty namazin për çdo vakt se punoj? Aleikum salam. Allahu të dhash bereqet në punë. Namazi normal është ma e mira formë apo kohë me falë në fillim të kohës së vetë. Por nëse nuk e ke një mundësi të tillë, të lejohet ta shtysh derisa nuk del koha e tij. Nëse është dreka prej orës 12:30 deri në 4:20, ti gjatë kësaj kohe kur dush mund me fal drekën. Por kujdes, mos e lën minutën e fundit që me tik namazi. Kujdes. Pra, mrana kohës lejuar është prej fillimit deri kur të përfundon. Pra ti e lën deri në 3 minuta, deri në 4, tamam që mu qu me fal namazin, kur ta kry namazin, jep selam, i qindia hala s'ka hy, apo është afru i qinia me hy, deri që atër në regull je. Allah ta pranoft.